pas 25 vjetësh, termat romake të shekullit të parë pas Krishtit në Durrës rikthehen në monument të vizitueshëm për turistët dhe publikun e gjerë. Është ky njoftimi i 2 ditëve më parë i Ministrisë së Kulturës dhe ne kemi në studio natyrisht për të folur për këtë çështje drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Monumenteve Ledion Lakun. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes. Faleminderit që udhtove nga Durrësi sot mëngjes për të folur pikërisht për këtë. Është një ngjarje apo jo për qytetin? Po, është një ngjarje e rëndësishme, po unë do ta nis pak me historikun e termave romake, se si u zbuluan ato. Ato faktikisht janë zbuluar rastësisht gjatë gërmimeve për të ndërtuar në vitet 60 Pallatin e Kulturës në Aleksandër Mojsiu. Po, Aleksandër Mojsiu në qendrën e Durrësit. Dhe gjatë tyre gërmimeve u pa që dolën ca rënoja dhe më pas nga arkeologët në ato vite u mendua që të ruheshin këto vlerat veçanta të qytetit dhe të ekspozoheshin. Duke e ditur se çfarë ishin. Po, duke e ditur që kishin bëni me termat romake të shekullit parë 2 dhe kanë vlerat veçanta për shkak të teknikës ndërtimit, për shkak të mënyrës se si tregon zhvillimin e kësaj periudhe të kulturës romake. Megjithatë, nuk u zhvendos Pallati i Kulturës, u ndërtua, por u ndërtua mbi termat dhe u ruaj. Nuk u zhvendos, u mendua nga inxhinierët, gjithashtu dhe në bashkëpunim me specialistët, arkeologët, u mendua që të ndërtohej Pallati i Kulturës dhe të ruhej në themelet, të ruhej një pjesë e termave romake dhe pjesa tjetër të ekspozohej është jashtë saj. Është gjithë e rrethuar. sheshi mbrapa. Po, gjithë sheshi mbrapa është e rrethuar dhe për informacion është shumë afër me Forumin Bizantin ose Rotonda, siç i thon durrësakët në qytetin e Durrësit. Po pse është mbajtur 25 vjet e mbyllur? Nuk mund të bëhet kjo aksesueshme qoftë me një bilet simbolik. Deri në vitin 88 i bie 87 ka qenë. Po, para viteve 90 ka qenë e vizitueshme. Jo, flas pas 90-s. Dhe pas 90-s, përveç se ishte lënë në harres të plot totale, ne para një viti gjetëm termat romake të cilat ishin mbuluara nga pislëku, nga vegetacioni pafund, edhe pemë themi që ishin rritur shkurret në mënyrë shumë ishin lënë në harres. Dhe në bashkëpunim të madh dhe të fortë me Bashkinë e Durrësit, ne bëm të mundur që të hiqnim me kamionçina, me kamiona, plera dhe mbeturina pafund, gjithashtu vegetacion. Dhe gjatë këtij projekti dhe gjatë këtij procesi, në bashkëpunim më së fundmi para një muaji me Institutin e Arkeologjisë, Bashkinë e Durrësit dhe Universitetin Lyon të Francës, bëm të mundur rilevimin e plot të termave, pastrimin, është pastruar çdo pjesë e monumentit, kanë dalë në gur dhe pjesa e rrugës ku kalonin karrocat me romakët në ato periudhë, gjithashtu kanë dalë në dritë termat romake, banjat. Pra është zhvilluar edhe më shumë si monument, është gërmuar dhe më tepër. Jo, nuk është gërmuar, është pastruar, sepse gërmimi është bërë në ato vite, në vitet 60, thjesht kanë dalë. Nuk kemi zbulim të ri përveç atij. Ju kishit informacion se ato ishin aty apo ishte i rastësishëm? Është pjesë e monumenteve të kulturës së qytetit, por nuk ishin të aksesueshme. Ne vizitoni vetëm me grupe kur ishin të interesuar. Dhe u desh një vit i tërë, pastrimi, pune dhe më së fundmi në këtë projekt që ne bashkëpunuam me këto institucione që përmendëm më sipër, u bëhe mundur hapja e tyre, kemi bërë dhe një ndriçim normal, por gjithashtu Drejtoria Rajonale është për të theksuar, ka punuar shumë për sa i përket edukimit brezave. Ka patur një projekt veçantë aty, ku miku i monumentit, ku termat romake i ka birësuar një shkollë e cila quhet Maria Kaçulini dhe të rinj dhe të rejat kanë punuar aty dhe na kanë frymëzuar dhe ne i kemi edukuar se si duhet i mirëmbajnë këto vlera që na përkasin të gjithëve. Tani, si do të funksionojë, se është diçka mjaft interesante, e harruar, jo se u zbulua sot, por ishte 25 vjet që rrallë vinin njerëz ta vizitonin, sepse edhe pa reklamuar ishte, do të funksionojë kjo në grup, së bashku me forumin romak që është pas saj, si do funksionojë vizitimi? Kjo do i shtohet aseteve të turizmit kulturor që ka qyteti. Ne hapëm, amfiteatri ishte i aksesueshëm dhe vjet, por në mars ne kurorzuam me sukses dhe hapjen e muzeut arkeologjik, kështu që i shtohet, kemi dhe rotondën, e cila është e vizitueshme, Forumi Bizantin, ju shtuan aseteve të qytetit edhe termat romake. Është bërë si një paket, le të themi. Një paket e turizmit kulturor, duke parë që tani fillon dhe sezoni, duke parë edhe kroqerat janë në rritje e sipër në qytetin tonë. Gjithashtu dhe bashkia ka
ka një vizion dhe projekt të qartë bashkarisht me ne dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë ndërinstitucional dhe ka treguar që po funksionon për sa i përket trashëgimisë kulturore në qytetin e Durrësit. Doja të shtoja dhe për projektin që kemi nisur ne si drejtori me njësinë e projektimit për ta bërë të mundur termën që të shkojë tamam drejt muzealizimit të saj. Që është një projekt i detajuar nga specialistët tanë, por ka ngelur vetëm për të miratuar dhe ne ja prezantuam dhe ministres, ka ngel për të miratuar në Këshillin Shkencor, ku specialistët aty vendosin për detajet vogla se si duhet të bëhet. Për ta kuptuar më mirë, bëhet fjalë për gjithë sipërfaqen nëntoksore të Pallatit të Kulturës, e zë këtë term është. Po. E zë gati një pjesë 75%. Është kjo projekt i radhës? Ne kemi përfunduar projektin si drejtori, ka qenë njësia e projektimit që ka arkitekt, inxhinier ndërtimi, arkeolog, gjithashtu edhe inxhinier të elektromekanik, të cilët kanë me detaje kanë punuar për të bërë të mundur këtë projekt. Tashi me amfiteatrin çfarë do të bëhet? Shtëpitë u shpronësuan, do të ketë thellim, do të ketë zgjerim të gërmimeve, si do funksionojë? Ne jemi në fazën e parë të një vizioni që vjen nga qeveria shqiptare, gjithashtu Ministria e Kulturës, për të bërë të mundur hapjen e hapësirë për rreth amfiteatrit. Kemi iniciuar ne si drejtori, kemi kërkesën për shpronësim të këtyre shtëpive dhe me vendim të Këshillit Ministër është miratuar për fazën e parë, për sa i përket 3 shtëpive të para të cilat ndodhen më në qendër të amfiteatrit, dhe kemi nisur prishjen me këto shtëpi me specialistët tanë. Por gjithashtu ne do bëjmë për të prishur edhe 2 shtëpi të tjera, sepse nuk është se mund t'i prishësh në mënyrë me të veçuar, po duhet në grup? Duhet t'i prishësh në mënyrë graduale, sepse kemi të bëjmë me shtëpi të cilat janë ndërtuar me objekte të marra nga vetë amfiteatri. Kështu që duhet një firmë specializuar me arkeolog në mbikëqyrjen e plot të drejtorisë tonë. Atëherë s'mund t'i vëmë tritolin për t'i prishur. Jo, nuk mund t'i prishim saktë, kjo ishte ideja që duhet t'i prishim në mënyrë graduale. Dhe përveç këtyre 3 shtëpive, në projektin e miratuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurime janë dhe 9 kartela të tjera pasurie. Kështu që është një proces i cili do zgjasi dhe këtu është menduar të shikohet një herë se çfarë pjesësh do dalin dhe pastaj kemi një vizion të madh i cili është ai i bashkëpunimit me arenën e Veronës, ku kryeministri, kryetari i bashkisë dhe ministri i kulturës kanë bërë një takim para një viti me kryetarin e bashkisë Veronës dhe ideja dhe qëllimi është që të binjakzohen këto 2 amfiteatra dhe të ketë një bashkëpunim për sa i përket dhe një menaxhim më të mirë të amfiteatrit, ku aktivitetet ndryshme që mund të ndodhin në Verona, të ndodhin dhe në qytetin e Durrësit. Fantastik është Durrësi për shkak pasurive. Durrësi është me 3 kate nën tokë, po, se janë 3 qytete me njëri tjetrin. Megjithatë, do t'jenë të gjitha të aksesueshme, tash se është dhe çështje koste. Muzeun dhe amfiteatrin ishe me një bilet. Përfshihen edhe këto të tjerat apo këtu duhet paguash ekstra? Atëherë, për momentin kjo është falas, sepse ne duhet të jemi të saktë tek pjesa ta bëjmë në rregull që e kemi të aksesueshëm, por të investojmë, të mbarojmë edhe projektin, pastaj do mendojmë për sa i përket çmimit. Si duken vizitorët në Muzeun Arkeologjik? Atëherë është një lajm, duhet t'ju jap një lajm të mirë për sa i përket vizitueshmërisë Muzeut Arkeologjik, vetëm në 2 muaj e ca që është hapur, janë mbi 6500 vizitorë, që është një numër i konsiderueshëm dhe duke parë dhe statistikat në krahasim me vitet e tjera. Kam përshtypjen se kjo sipër shkapur për vite me radhë. Po, trendi është në rritje, dhe të gjithë vizitorët ndihen shumë mirë, kanë përshtypje shumë të mira në lidhje me muzeun, megjithatë kemi detaje që ne do përmirësojmë punën tonë, sepse nuk është, dhe vizioni im nuk është që thjesht ne bëjmë një investim dhe hapëm muzeun. Puna më e madhe për ne tani është mirëmbajtja. Dhe të gjitha institucionet këtu e kemi pikën më të fortë ose më të dobët, themi, që problemi më i madh është i mirëmbajtjes së institucionit. Nuk është vetëm thjesht investimi, por mirëmbajtja e asaj që çfarë ne kemi investuar, në mënyrë që të zgjasit sa më shumë në kohë investimi i bërë nga buxheti i shtetit. Ne të falenderojmë dhe shpresojmë të ketë sa më shumë vizitorë dhe sa më shumë zbulime të reja në Durrës.
Tani që vinë kroqerat, përveç se të shijojnë atë Bregdetin e Durrësit, është shumë mirë që të...